Në këto minuta do të ndalemi me situatën në Kosovë, e cila mbetet në një ngërç politik. Takimi vetëvendosjes me Lidhjen Demokratike të Kosovës së ditës së djeshme nuk prodhoi një rezultat. Ndërkohë jemi në pritje të konstituimit të institucioneve të Kosovës, një seancë plenare e cila do zhvillohet nesër. Nga ana tjetër, raportet midis forcës kryesore politike në vend dhe partive të opozitës nuk duket se janë në minutin e tyre më të mirë. Por kemi dhe situatë tjetër që ka të bëjë me zhvarimet në veri të vendit dhe me gjetjen e identifikimin e personave të zhdukur. Janë gjitha këto elementë të cilët do doja t'i sillin në bisedë me të ftuarin e ditës së sotme. Është profesor Eyub Gojnosi, i cili vjen në statusin e analistit sot. Profesor, mirë se erdhe në studion e RTS 24. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Nesër presim të kemi konstituimin e institucioneve të Kosovës. Sa vendimtare është kjo seancë plenare që pritet të mbahet nesër? Kjo është seancë vendimtare e plot, 100% vendimtare për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, për shkak se kështu ka vendosur gjykata kushtetuese duke vënë obligative, duke bërë obligative legjislaturën e re e cila futet nesër në sallën e Kuvendit që ta konstituojë atë, sepse nuk I ka dhënë hapësirë shtesë fare. Pra janë 30 ditë afat kohor që Kuvendi I Kosovës ka në dispozicion për ta konstituuar Kuvendin në mënyrë që të mos shkojë vendi në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të mos prolongohet më tepër zgjedhja e organeve të Kuvendit. Kur them organeve, kam parasysh këto zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, zgjedhjen e 5 nënkryetarëve të Kuvendit, nga të cilët 3 vijnë nga shumica shqiptare, 2 janë nga minoritetet përfaqësuese në Kuvendin e Kosovës, dhe është edhe kryetari I Kuvendit, I cili natyrisht ndonjëherë është edhe pjesë e të quaj kështu marrëveshjeve ose pazareve politike në Republikën e Kosovës. Prandaj edhe konstituimi I nesërm pritet me shumë interes nga të gjithë, sepse do të determinojnë në një farë forme edhe mundësinë e një marrëveshjeje potenciale në ditët në vazhdim me subjekteve politike për të qeverisur bashkë, veçanërisht për të zgjedhur të parën e presidentin e Republikës së Kosovës. Profesor, takimi Kurti Abdigjiku dje 5 ditë nuk duket se prodhoi rezultat. Çfarë nuk shkoi? Duket sikur kishim një takim mbi të cilin të dy palët maten forcat e njëri tjetrit dhe maten ambicet e njëri tjetrit se çfarë kërkojnë nga këto për të arritur një marrëveshje nga këto bisedime që mbrëm u zhvilluan dhe të cilat më prisa që do të kemi edhe sot, megjithatë deri në këto momente nuk ka diçka të re. Ajo që duke I shesha nga deklarimet që pas takimit bëri zoti Albin Kurti dhe zoti Lumir Abdigjiku nga lëvizja vendosje respektivisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ishte pika neuralgjike e zgjedhjes së presidentit të vet. Pra që të dy subjektet politike kanë një ngulmim që ta kenë presidentin e vendit për tyre, ndonse lëvizja vendosje është goxha e qartë në kërkesën e saj që jo me domosdoshmëri kërkon që ta ketë nga radhat e veta partijake të parën e vendit, por se kërkon një kandidat I cili mund të jetë apolitik, apartijak, por që do të jetë përfaqësues institucional dhe përfaqësues I vendit. Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka një apetit të shtuar, veçanërisht të shtuar dhe për mua ishte pak befasuese kjo, pas takimit të mbrëmshëm që kërkon ta ketë me domosdoshmëri postin e presidentit. Dhe nga ajo çfarë unë kam marrë vesh bisedat që janë bërë mbrëm atë dhe që nuk janë thënë ndoshta nga zoti Kurti e zoti Abdigjiku, është fakti që zoti Kurti ka ofruar gjëra konkrete Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra nisë në qeveri në mënyrë që ta bëjmë bashkë edhe qeverin, edhe potencialisht të ketë drejtimin e Kuvendit Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa presidenti le të jetë një kandidat I cili nuk vije nga subjektet politike. Mendoj që kjo ka qenë goxha një ofertë gjeneroze për vlerësimin tim nga zoti Kurti, sepse realisht duket sikur ai ka hequr dorë
edhe nga kryetari i kuvendit, por edhe nga presidenti që ta ketë nga subjektivi politik, natyrë shumë e janë që ose nuk dëshiron që karrika e presidentit të jetë e mbushur me një kandidat partijak, në këtë rast nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Diskutimet nuk kanë vazhduar sot, në ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur një takim zoti Abdigjiku me 18 deputetët e tij, pra me 17 deputetë dhe ai është vetë deputet, të cilët e përfaqësojnë Lidhjen Demokratike në Kuvendin e Kosovës, dhe ende nuk ka një qëndrim zyrtar se çfarë është deklaruar aty dhe çfarë ka pas në vendimin se eventualisht ka pasur. Megjithatë, unë presim ndoshta në orët e vona sot gjatë pasdites edhe në mbrëmje eventualisht të ketë një takim me zotit Kurti dhe Abdigjiku, pas këtij takimi që Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti në selinë e saj, sepse konsideroj që mund ta ketë zoti Abdigjiku më të qartë situatën në iniciativë politike. Ndoshta për të marrë edhe pak kohë rreth kësaj, që tregoj që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe zoti Abdigjiku nuk ka një gjendje më të mirën të mundshme brenda Lidhjes Demokratike, sepse një pjesë e madhe nga këta 18 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk janë dakord që zoti Abdigjiku të bëjë një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, ose të paktën nuk janë dakord që kjo marrëveshje të jetë një marrëveshje jo e mirë për Lidhjen Demokratike. Them jo e mirë, ata konsiderojnë se do të marrin një hise shumë të madhe në qeveri, pastaj me patjetër ta kenë edhe postin e presidentit. Ndonëse se duhet të thënë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar jo më shumë se 16% të votave në zgjedhje dhe ka jo më tepër se 18 deputet, ndërsa lëvizja vetëvendosje është trefishme e madhe, kishte rreth 48%, 47% të votës qytetare dhe ka 53 deputet të saj që bashkë me minoritetet jo serbe përjashtuar listën serbe bashkë me minoritetet tjera e bën qeverinë e vetme. Pra ngecja mbetet te numrat e nevojshëm dhe të mosdoshëm që janë për presidentin, e që kërkohen në 2 raunde, 2 herë nga 80 deputet që të votojnë, pra jo vetëm prezent, por të votojnë, të jenë vota në kutinë e votimit për presidentin, e me pastaj nëse dështon në 2 raundet e para, në raundin e 3 kërkohet vetëm shumica e thjeshtë ose gjatë një vota nga 120 deputetët e Kosovës. Mbrëm, më njerë pas takimit të zotit Abdigjiku me zotin Kurti, të quaj kështu oponenca e zotit Abdigjiku brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës vërshojnë një komentim negativ dhe kundërshtues në rrjetet sociale, ke konsideruar që nuk mund të bëhet dhe nuk duhet të bëjnë marrëveshje Lidhja Demokratike e Kosovës me zotin Kurti. Andaj mendoj se kjo ishte një goditje për zotin Abdigjiku, por edhe për procesin nga kjo kast deputetësh të cilët që e kanë minuar pak a shumë edhe diskutimin më tej se çfarë pritet të ndodhë. Prandaj besoj që edhe në këtë kuptim sot zoti Abdigjiku ka thirrur këta 18 deputetët e tij në mënyrë që ta gjejnë një gjuhë të përbashkët eventualisht dhe ta ketë konferencën mes tyre për të ecur para për një marrëveshje potencialisht të pranuar të gjithë. Të shpresojmë fort vërtet për të gjetur, sepse profesor në të gjithë dinamikën e pothuajse një vit e gjysmë. Nuk kemi dëgjuar një argument të qëndësishëm se takon kësaj krize institucionale. Pra kemi dëgjuar vetëm pse ta ketë ai dhe mos ta ke mund dhe dua dhe unë një pjesë te kjo torta e madhe apo ku diun kjo ndarje e pushteteve. Pra nuk kemi dëgjuar një argument të vlefshëm për të thënë që kjo kandidaturë nuk i plotson kushtet për të përfaqësuar vendin sa takon vimësisë dhe përparimit. Ky ngërç i gjatë institucional, i cili duket për mua nuk ka një arsye të vërtet apo të argumentuar përveç se çfarë territore shpondajmë. Kush është përgjegjësi më i madh në këtë krijim ngërçi? Është partia e cila e ka provuar veten të jetë e preferuar, e zgjedhura dhe me përqindjen më të madhe të mbështetjes në popullat? Apo është pjesa opozitës e cila nuk po di të as konsolidoj veten, as të tregoj veten, as të jetë bashkëpunuese në politikbërjen në vend?
Unë pajtohem me faktin që ju thoni për shkak se vërtet ka një kohë të gjatë që ne ecim në këtë turbullir politike dhe po i nështrojmë zgjedhjeve me radhë pa gjetur zgjidhje për një çështje pothuajse të thjeshtë në parim. E kjo është çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit. Kush është fajtor? Ka fajtor nga të gjitha palët. Ne kemi kaluar zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, pas të cilave konsideroj që mund të krijoheshin kushtet e nevojshme për një bashkëqeverisje mes lëvizjeve vendosje dhe partnerëve potencial të saj partive të tjera, sepse lëvizjeve vendosje në atë kohë nuk i kishte numrat e mjaftueshëm që të krijonte as qeveri. Pra kishte fituar rreth 42% sa më mend të votave dhe i duhej me patjetër një partner edhe për të krijuar qeverinë, edhe për të konstituar kuvendin, por edhe për të u përgatitur për zgjedhjen e presidentit, sepse në atë kohë kishim president, megjithatë ishim në afatin e fundit, si them, në vitin e fundit të zonjës Osmani në atë kohë. Këto ditë kanë qenë ditë të rënda për demokracinë në Kosovë, sepse partitë opozitare në radhë të parë nuk bëheshin bashkë. Partia Demokratike, Lidha Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që ta sfidonin zotin Kurti, qoftë për të krijuar këto si parti opozitare ekzekutivin e me pastaj edhe legjislativin, dhe potencialisht me pastaj të tentonin të zgjedhin edhe presidentin, por të njëjtin kohë as nuk bëheshin bashkë me zotin Kurti, i cili ishte fitues i zgjedhjeve dhe kishte marrë 42% të votave. Si rrjedhoi e kësaj, ne shkuam në zgjedhjen pothuajse 10 muaj, 11 muaj më vonë, dhe përkundër që opozitarët konsideronin atë kohë që nuk janë fajtor të krejtë asaj katrahore të shkaktuar për rreth 11 muaj dhe humbjeve kolosale të gjithanshme në Republikën e Kosovës, votuesi identifikoi atë pasi në zgjedhjet e ardhshme të 28 dhjetorit lëvizjeve vendosje që kishte ofruar subjekteve politike pothuajse shumë çka për të arritur në marrëveshje, rezulton me një rritje prej 9 pikë të përqindjes, që ishte një rritje jashtëzakonisht të madhe, në ndërkohë subjekti politik Lidha Demokratike e Kosovës shënon një humbje serioze prej 6 pikë, gati 6 pikë të përqindjes. Kësaj edhe Partia Demokratike e Kosovës mbetet aty ku është, ndërsa Aleanca e zotit Ramush Haradinaj në atë kohë që u përqen nga Haradinaj, vend numëron. Megjithatë, kjo sot prapë nuk na gjeti të gatshëm, po flas nuk i gjeti partitë politike, por kur po them nuk na gjeti, po them nuk i gjeti partitë politike të Kosovës të gatshme për të ulur dhe për të diskutuar dhe për të gjetur zgjidhjen, si rrjedhoi krejt kësaj. Ne në mars mbetëm pa presidentin e vendit, sepse i skaton mandati zonjës Osmani dhe të gjithë kërkonin zgjedhje të reja. Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës metonte që me ofrimin e zonjës Osmani si një kandidaturë shumë e votuar në zgjedhjet kur ajo ishte zgjedhur presidente, po që vënte pjesë në ombrellën e lëvizjes dhe vendosjes dhe kishte mbi 300.000 vota, konsideronte se mund ta kishte një rritje e cila do ta bënte lojtar të rëndësishëm të pakapërcyeshëm në krijimin e institucioneve. Kështu ndodhe, Lidhja Demokratike e Kosovës e moti brenda ekipit të saj zonjën Osmani, megjithatë zgjedhjet nuk dhanë atë që priti, sepse zonja Osmani në dallim nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e qershorit u rrit vetëm për rreth 3 pikë ose 4 pikë përqindjes. Pra tani është diku te 16 pikë 5-6%. Dhe po ashtu një shpresë në zonjën Osmani kishin edhe partitë e tjera opozitare, nga se këto shpresonin që zonja Osmani do ta dëmtonte shumë vetëvendosjen, zotin Albin Kurti, dhe si rrjedhoi zoti Kurti nuk do të ishte në gjendje as ta krijonte qeverinë vetëm, dhe pa të do të mund të bëhej ekzekutivi edhe nga partitë opozitare, sepse në Republikën e Kosovës kushtetuta mundëson që në rast se fituesi nuk arrin të krijojë institucionet, atëherë dhe partitë të cilat janë e dyta, e treta, e katërta mund të bëhen bashkë dhe të ndërtojnë institucionet. Dhe këtë shpresë kishin, por megjithatë rezultatet dolën ndryshe, sepse zoti Kurti në zgjedhjet e 7 qershorit
mori 53 mandate të mjaftueshme që bashkë me partnerët e tij që i kishte minoritetet në Kosovë përjashtuar listën serbe, i krijonte 62 deputet të mjaftueshme për të krijuar institucione. Dhe kjo është tani, gjithë këta dy nuk janë të bollshëm, për të zgjedhur presidentin e vendit. Dhe kjo është një gjendje, më falni që zgjata, po kjo është ajo se çfarë ka ndodhur në Republikën e Kosovës, po shkon një të gjysmë më tepër nga zgjedhjet në zgjedhje, duke pësuar humbje të njëpastërshme në shumë fusha, duke qenë larg shumë proceseve të rëndësishme integruese, por edhe të gjeopolitikës, natyrisht edhe për brenda sektor të ndryshëm duke qaluar, dhe ai që po humbet është qytetari i Kosovës, ndërkohë politikanët e Kosovës vetë mjaftohen ndoshta me ato pozita që kanë, ose me egon e tyre të fryrë për të kërkuar pozicione politike dhe pozicione të larta institucionale, personale, por jo për të mirën e qytetarit. Mendoj që po të kishin vërtet një mend zgjidhjen e çështjeve, zgjidhja e presidentit nuk duhet të ishte një problem kaq i madh siç është në Kosovë. Jam plotësisht dakord me ju, profesor, se dakon impaktit që ka në ekonominë e vendit, por dhe po kaq vizionit Kosovës, qoftë për investitorët, qoftë për proceset e integrimit, që Kosova është në proces. Nga ana tjetër, duket si sjellje e papërgjegjshme partive politike, duket të opozitës, duket sikur duan të sabotojnë partinë në pushtet, ndërkohë do duhet uleshin në tryezë dhe të gjenin gjuhën e komunikimit. A e presim të kemi, a kemi një shpresë që të kemi diçka konkrete për mirë, për Kosovën, për vendin, ku praktikisht do të duhet kenë vlerë dhe investim të gjitha, e gjithë kampi politik. A presim një lajm të mirë nga nesër? Ajo që ka unë pres nesër është konstituimi i kuvendit me që obligon gjykata kushtetuese, për ndryshe ndonë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk specifikon me automatizëm shkorjen e zgjedhjeve, megjithatë obligon kuvendin që të konstituohet, pra i jep detyrë obligative, sepse janë të gjitha rrethonat dhe kushtet e nevojshme. Më pastaj unë pres që të vazhdohen negociatat eventualisht për ta krijuar një blok më të fuqishëm qeveritar, sepse lëvizja vendosje ka një preferencë tashmë të publike, preferon Lidhjen Demokratike të Kosovës si partner, nuk preferon Partinë Demokratike të Kosovës si partner, dhe ndonë se u ka dërguar ftesë zotit Kurti dje edhe zotit Hamza. Ato nuk kanë pranuar të ulen në bisedime, po DK nuk kanë pranuar të ulen në tryezë. Nuk është çështje preference për diskutuar apo jo, domethënë ftesa është dërguar për aq sa është bërë me dije dhe ata nuk kanë pranuar të ulen, pra nuk duan të kenë të bëjnë aleanca për ardhmërinë e Kosovës, ose nuk duan të kenë pjesë në qeverisje. Pra nuk duan të kenë bëj fare me në këtë kontekst bashkëpunimi. Po, dhe unë i kam parë me shumë habi këto, sepse në radhë të parë, partitë politike kanë për obligim të marrin pjesë në ndërtimin dhe konsolidimin institucional. Më pastaj, askush nuk i ka ftuar ato parti politike që të bëhen me çdo kusht dhe me zor pjesë e ekzekutivit. Atë çfarë ato kanë obligim është që ta bëjnë shtetin e Kosovës me institucione fuqiplotë. Dhe duke u larguar nga ky proces, ishte institucion bërjes së Republikës së Kosovës, ata bëjnë dëm sepse po e lojnë vendin në një gjendje pa institucione të plotfuqishme. Dhe kështu unë i kam parë këto dy subjekte politike që kanë abstenuar nga ky proces si veprime jo të mira dhe të pamenduara mirë. Megjithatë, e kam konsideruar që për Partinë Demokratike të Kosovës e udhëhequr nga zoti Bedri Hamza ka një arsye dhe ai është subjekti politik që ka një lloj preference për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe kjo lidhet me faktin që me 16 shtator pritet një vendim në gjykatën e Hagës, dhe i cili ne shpresojmë si qytetarë të Kosovës i do të jetë pozitiv për shkak se aty gjykohen krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe ndër këta 4 krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, 2 nga ta janë ish drejtues të lartë dhe themelues të Partisë Demokratike të Kosovës.
Nëse do të kemi lirim dhe vendim pozitiv, atëherë Partia Demokratike e Kosovës meton që shkurja eventuale në zgjidhje do të korte një sukses shtesë, nga se do të përfitonte nga emocioni i cili do të çlirohej nga momenti i lirimit të këtyre çlirimtarëve që ndodhen atje. Dhe kjo ka një sens politik, po megjithatë, unë do të isha i thërë që ata kur të kthehen nga dhe Partia Demokratike do të duhet të punonte në këtë drejtim, të gjenin institucionet të etabluara në Republikën e Kosovës, të gjenin fuqi plot dhe garancion për stabilitet dhe garancion për siguri, dhe këto mund të afrojnë vetëm institucionet të cilat janë të plotësuara me kuadrat politike, siç mund ta ketë president fuqi plot, jo në detyrë, por fuqi plot gjithashtu dhe një kuvend i cili funksionon, dhe jo që ata t'i presim në një gjendje të një plugu elektoral dhe të një fushatë ose parafushatë. Ky duket si sabotim, profesor, të sabotojmë gjithçka derisa të na vi momenti që presim ne të marrim pushtetin, kur nuk do duhet ishte thjesht luftë për pushtet, do të duhet të fitonte ai që meriton e plotëson besimin e votuesve dhe që ka bërë më të mirën për ekonominë e përparimin e vendit në të gjithë kuadrot e integrimeve të Kosovës. Pajtohem, por gjithsesi unë mendoj që subjektet politike opozitare, veçanërisht Partia Demokratike në këtë rast, nuk do duhet që të vlerësonte vetëm fitoren partijake, ndonse kjo nuk do të thotë a priori. Nuk do të thotë a priori, nuk ka asnjë garancion të thënë që në momentin që vinë qeverimtarët nga atje, gjendja do të ndrojë drastikisht në Republikën e Kosovës. Gjithçka është e hapur dhe gjithçka mund të jetë ndryshe nga që llogaritin partitë politike në Kosovë tani. Edhe ajo që dua të them është që lëvizja e këtij e Partisë Demokratike të Kosovës ka krijuar një gjendje e cila ka trimëruar në një farë forme lidhjen demokratike të Kosovës për të dhënë kushte më të ashpra karshi lëvizjes vetëvendosjes, sepse realisht tani mbetet partneri i vetëm, jo vetëm potencial, por real partneri i vetëm për të krijuar institucionet që të gjitha. Pra, pa lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti Kurti nuk mund ta zgjedhë presidentin e vendit sepse i duhen 80 vota. Dhe me lidhjen demokratike dhe partnerët e tij minoritari ka fiks 80 numra. Dhe si rrjedhoi, duke e lexuar situatën e këtij lidhje demokratike e Kosovës, e vlerëson vetveten si një lojtar i domosdoshëm për krijimin e institucioneve dhe e ngre flamurin më lart duke kërkuar ndoshta edhe atë çfarë realisht zgjedhjet nuk i kanë ofruar, sepse ka fituar vetëm 18 deputet ose shtikon pak mbi 16%. Megjithatë, duhet thënë edhe diçka tjetër, të rasti i Aleancës për Ardhërinë e Kosovës, e cila ka kërkuar nga Zoti Kurti, ka vendosur 7 kushte në 6 pika, në mesin e tyre ka disa kushte që janë edhe të çuditshme pak. Gjithsesi, mendoj që edhe Aleanca ka bërë gabim që është tërhequr nga një bisedim i mundshëm me Zotin Kurti për krijimin e institucioneve, veçanërisht nevojën ja ka Kosova këtyre partive politike që të jenë pjesë të vendit për ndërtimin e kapaciteteve presidenciale. A rrezikon ky polarizim politik, profesor, tensionet reja shoqërore në vend? Tensionet e larta jo, do të thoja, do të përgjigjem fare shkurt kështu drejt, direkt, sepse ajo çfarë ka ndodhur është këtë hipotezë që po e them mbështes në një fakt të rëndësishëm. Qytetarët e Kosovës kanë krijuar një lloj kulture politike e cila ndoshta është e shëndetshme. Në zgjedhjet e kaluara kemi pas 150.000 pak më shumë se 150.000 votues më pak se sa në zgjedhjet e dhjetorit. Ky bojkotim i zgjedhjeve është mesazh për partitë politike. Pra, votuesi në Kosovë nuk është gati të konfrontohet ashpër, është gati të bojkotojë secilin për t'i dhënë mend në një farë forme ose për t'i dërguar mesazhin e domosdoshëm, që nuk mund të shkoni shumë larg me këto lojra politike
dhe në kurriz tonë, sepse në fund të ditës e gjithë kjo lloj politike është në kurriz të qytetarëve të zakonshëm, po quaj kështu, dhe jo në kurriz të politikanëve, sepse ata janë mjaft komod në pozitat e tyre, me pagat e tyre, me gjendjen e tyre, me të gjithçka çfarë ata i rrethon, por kështu nuk është në qytetarët e zakonshëm. Dhe si rrjedhoi kësaj nuk pres, si më thonë, agradim të gjendjes shoqërore në Kosovë. Megjithatë nuk duhet përjashtuar, sepse jo në përmasa ndoshta të mëdha, por nervozizmi është pjesë e jetës së përditshme tani më. Rrjetet sociale gjithashtu e kanë bërë të veten, ka jashtëzakonisht vlim për brenda tyre dhe nuk duhet anashkaluar dhe nuk duhet nënçmuar asgjë. Por mbi të gjitha, përtej kësaj ne kemi nevojë për stabilitetin e nevojshëm. Keni parasysh ne po ballafaqohemi me një situatë e cila është edhe dhimbshme dhe tragjike dhe edhe pak e turpshme për neve si shoqëri dhe si shtet. Ne po zbulojmë në vitin 2026 varreza masive dhe kemi edhe mbi 1500 të zhdukur që ende nuk e dim ku janë. Pikërisht, doja të flisnim edhe për këtë, sepse është një zhvillimet e fundit sjellin një nga plagët më të vjetra të Kosovës, risjellin mbrapsht dhimbjen e luftës mbi të gjitha numrin e personave të zhdukur. Deshte të fare shkurt të kjo pjesë, dhe kur ne ballafaqohemi me këtë gjendje dhe kjo nuk është gjëja kryesore këtyre ditëve në aspektin negativ. Natyrisht është gjë historike sepse kemi njerëz të humbur. Por kur ballafaqohemi në fushat politike, publike, direkte nga eksponentët më të lartë të shtetit të Serbisë, i cili na sulmon dhe na thotë që do të shparosnim të gjithë shqiptarët, do të zhvendosnim nga trojet e tyre, dhe këto deklarata të ne ministreje, në vend që ajo të merr një dënim të merituar nga autoritetet atje, ajo përkthelet dhe mbështetet dhe merr edhe kurajon që të rithot atë, edhe nga shefi i saj Dačić, tregon që mendësia me të cilën operon Serbia është e njëjtë ajo me mendësitë e saj shekullore karshi i Kosovës. Sepse ne kur flasim ndonjëherë për mendësinë e Serbisë, flasim për mendësinë e viteve të 90-ta, kur me atë shtet drejton të kasapi Ballkanit Milošević. Në realitet mendësia e Serbisë është mbi shekullore për shqiptarëve, sepse masakrat, vrasjet, torturat, dëbimet, dhunimet, djegjet janë mbi shekullore në Republikën e Kosovës dhe mbi shqiptarët në përgjithësi. Vetëm t'ju të regoj këtu, vetëm në brenda 6 muajve në vitin 1877-78, rajoni Toplicës me mbi 11.000 km2, pra që është më madhe se sot territori i Republikës së Kosovës, është zbrazur komplet brenda 6 muajve. Në këtë zbrazje dhe këtë masakër, ku janë dëbuar shqiptarët, në pjesë e madhe tyre kanë mbërritur në Kosovë dhe quhen muhajgjer. Dhe unë i takoj një nga familjet që kanë ardhur nga atje dhe mbajnë mbi emrin e vend banimit ku të parë të kanë jetuar. Dhe një pjesë e madhe tyre kanë ikur në Turqi, ndërsa konsiderohet si mas literaturës që të paktën 35.000 shqiptarë janë thërë në formën më brutale, duke parur e duke ngulur në hojnë të drunte, brenda një periudhe vetëm 6 mujore. Dhe kjo mendësi është aq kapitale, dhe aq e vjetër, dhe aq e stërngullur në kokën po e them të popullit serb, sepse jo vetëm të politikës serbe, por të një pjesë të madhe të popullit serb, saqë ne nuk do të kishim votimin të kishim luksin fare që të jemi komod dhe të rrim 2 vjet pa institucione. Prandaj shtrohet nevoja jo vetëm për të mirën e përgjithshme të brendshme në Republikën e Kosovës, jo vetëm për raportet e tona me Bashkimin Evropian në shtetet ndërkombëtare, por edhe karshi sulmeve të përditshme, jo vetëm verbale, por edhe praktike dhe të përditshme dhe të çdo orëshme të armiqve real të Republikës së Kosovës dhe të qenies shqiptare e që vinë nga Serbia kryesisht. Dhe unë nuk hezitoj të them kështu, sepse këto janë fakte historike, fakte të ditura dhe të prekura çdo ditë tashmë. Një javë më përpara, pas zbulimit të masakrit të varrezës masive, ku konsiderohet se janë vrarë 23, janë të gjetur trupat e 23 intelektualëve. Në mesin e tyre shumë doktor, prandaj quhen kështu.
në Serbi u arrestua një person nga se konsiderohet që ai s'ka dhënë informacione për institucionet e sigurisë në Kosovë për këto vende varreza. Dhe imagjinoni tani në vend që shteti të bashkëpunonte për të gjetur njerëzit që i ka vrarë për 27 vite, 28 vite, i ka vrarë pa mëshirshëm dhe pasi të drejtë, dhe i ka lënë familjet, imagjinoni në çfarë lloj agonie mund të jetoj dikush për 28 vjetë që nuk e din ku i ka familjarët e vrarë. Kjo është të tmerrshme dhe shteti i Kosovës dhe qytetarët e Kosovës dhe familjet kosovare mbi 1500 njerëz janë të përgjigjur prandaj. Dhe mbi 1500 ndoshta familje, ndoshta 1200 sepse ka familje që ka më tepër se 1 të zhdukur, janë në ankth dhe çdo varrezë që zbulohet për ta është një vdekje e re, është një dhunë e re, është një masakër e re. Prandaj është edhe e papalshme edhe për bashkinë ndërkombëtare që nuk ushtron presionin e nevojshëm në mënyrë që kjo plagë jashtëzakonshme e turpshme për krejt Evropën të marrë fund, sepse është dhimbje që pullon. Jam totalisht dakord me ju, profesor. Unë shpresoj fort që gjërat marrin për mirë. Së pari brenda shtëpisë për të qenë vetë shteti i konsoliduar, e më pas për të patur mundësinë të kërkojë të drejtat e veta, si dhe institucionet ndërkombëtare të mund të bëjnë presionin e duhur karshi Serbisë për hapjen e arkivave në mënyrë që të keni të dhënat për të gjetur edhe varret e tjera masive, por megjithatë për të kërkuar falje për krimet që janë bërë Kosovës, e të krijuar kushtet për të ulur barabar në tavolinë e dialogu të mund të jetë në parametrat e barazisë dhe të drejtës. Të faleminderit shumë për prezencën në studio. Kjo bisedë mund të vazhdojë për shumë gjatë. Sot nuk kemi të gjitha minutat në dispozicion, por unë shpresoj fort që ju të jeni sërish me ne në diskutim. Kënaqësia ime, faleminderit juve, punë të marrë e ditë marrë. Do të kemi hapësirë publicitare, nderuar teleshikues, mos u largoni.